Kreu i GKK-s, Erjon Bani, është sulmuar të martë në media pas publikimit të një komentari për rregullorën e brendshme të sigurisë, rendin, solemnitetin dhe rregullat e sjelljes në ambientin e gjykatës së posaçme. Ky komentar ndezi reagime të shumta nga shoqatat e gazetarëve dhe gazetarë të tjerë. Ne si CNA e mbështetëm qëndrimin e kolegëve tan, por përtej propagandës në vëzhgimin ton, bumre se Erjon Bani u sulmua në mënyrë kriminale dhe gjuhë rrugaçësh nga Mero Baze. Kuptohet halli në thënënçit Mero Baze, por në thelb duhet të sqarojmë cili është qëndrimi i GKK-s. Mero Baze thotë se ka një vendim 532 faqe. Në fakt, në faqen zyrtare të GKK-s është publikuar rregulloria dhe komentari i gjykatës. Cili është krimi që ka bërë GKK dhe kreu i saj Erjon Bani ndaj medias? A ka ndonjë sulm? A ka papërgjegjshmëri? A ka kufizim të drejtash se në pamje të parë duket sikur po u ndodh gjëma e bëma? Reagon një shoqat gazetarësh, ndonjë gazetar i ndershëm dhe më pas del Mero Baze dhe i fut ndonjë nga ato shpëlarjet mediare që i ka të përditshme pasi shijon Krudo në hotelin e $30 milion në Ksamil dhe thot po bëhet nami. Ne gjetëm në faqen zyrtare të GKK-s rregulloren dhe komentarin, gjithashtu lehtësisht nga faqja 219 deri në 234 në kreun e 7 i cili flet për marrëdhëniet e gjykatës me media në funksion të sigurisë dhe zhvillimit të rregullit të procesit gjyqësor. Nuk shpiku rrotën Erjon Bani, as GKK, por me sa duket inatet personale të Batakçiut Mero Baze çojnë dhe gazetarët e tjerë të bien prej këtij malinje që sulmet ndaj kreut të GKK-s i ka për llogaritë një zdromse që qëndron në burgun e Durrësit. Bani ka konstatuar ligjërisht arrestimin e Erjon Veliaj dhe vendimin e mbajtjes në burg të tij. GKK ka ndaluar përdorimin e telefonave gjatë seancave, gjë që është shqetësuese për gazetarët, pasi nuk çojnë dot informacione në redaksitë e tyre. Ne u përpoqëm të gjenim një rast të ngjashëm dhe të tillë nuk ka në Shqipëri, jo në Europë apo botë, vetëm po gjetën në vendet e botës së tretë. Ne mund të sjellim raste të thjeshta. Në gjykatën kushtetuese nuk hyn dot me celular. Përveç rasteve ku gjykata e vendos vetë nëse do të transmetohet live apo jo. Celulari nuk lejohet në gjykatën kushtetuese, as në gjykatën penale të Tiranës. Nuk hyn dot me celular në dorë e jo më në GKK. Ndalimi i telefonave është për të gjithë pa përjashtim. Gazetarët, publikun, prokurorët, të pandehurit, avokatët, gjyqtarët, askush nuk duhet të mbajë telefon. Gjë e D1, e cila nuk ka të bëjë fare me çështje dëshmitarësh, hetimesh, bashkëpunëtorësh, nuk lejohet përdorimi i telefonit, ndalohet. Gjykata penale nuk e lejon, gjykata kushtetuese se lejon, gjë e D1 nuk e lejon. Një këllir mediatike kërcen përpjet, e ndjekën nga pas disa gazetarë të pastër apo të ndershëm, fiksi ajo shpreha kur një budalla hedh një gur në lum, bëhen bashkë të mençurit për ta nxjerrë. Po ta sjellim një rast tjetër që ta kuptojë ndonjë moralist që pa dashje është ndotur nga këllira. Kujtoni gjyqet në SBA, nuk ka foto nga seanca, ka një njeri i cili bën një vizatim dhe bëhet publik në media. Sa për hallin e fotove, a nuk ishte ky Mero Baze dhe të tjerë që kur CNA nxorri fotot e Veliajt bërtitën kush e ka bërë, ndërsa tani bërtasim se Veliaj mbahet në kafaz dhe nuk lejohet celulari për gazetarët brenda GKK-s? Në kafaz ja bën foton. Atëherë nuk ishte rregullore. Atëherë qanin, tani thon pse nuk lejohen. E vërteta është se GKK në publikimin e rregullores dhe komentarit nuk ka bërë asnjë mas penguese, shtrënguese, jo bashkëpunuese me median. Ka mbajtur të njëjtin standard me të gjithë. Ka bërë komentarin me standardet e BE-s dhe gazetarët duhet të akreditohen. Gazetarët duhet të kërkojnë akreditim dhe ndalohen telefonat si kudo në Europë. Këto janë standardet e BE-s. Këtë ka bërë Erjon Bani dhe asgjë më shumë. Ky nuk është rasti për ta marrë në mbrojtje një gjyqtar. Nuk e bëjnë për këtë qëllim. Pam histerinë e disa gazetarëve, ndyrësinë e Mero Bazes dhe thjesht të sqaruan për opinionin publik të mos jetë prej shantazheve, kanosjeve dhe kërcënimeve dhe dhumit që vjen nga disa media të paguara me paratë e korrupsionit të pushtetit.